Dhe ky lajm do i bëj gratë shumë të lumtura, sepse sa më shumë partneri të harxoj për partneren, sa më shumë t'i blej dhurata, aq më shumë do i shtohen parat. Si. Ju burra duhet harxhoni shumë për gratë, në mënyrë që t'ju fryet portofoli, duhet ta holloni portofolin, që ai të fryet duhet të hiqet ajo ngarkesa. Unë e di që nejse, mos e kam kuptuar gabim. Tani çështja nga gratë ka dalë? Ky lajm dje dhe pardje është përndarë masivisht kryesisht nga gratë në rrjetet sociale. Po normal, se burrat janë bërë indiferent. Dhe nga ty e ka marrë. Burrat nuk dinë dhe Shiko, tani që ta shpjegoj një gjë. Burrat ka nevojë të bëjnë dhurata thjesht. Po më dëgjoj. Karta e vogël, jo karta. Dëgjoj një sekondë. Karta e vogël e kreditit është me një fjongo të kuqe kështu, meqense jemi tek e kuqja, dhe ti ka hyrë dhe si dhurat karta kreditit. Më dëgjoni mua se nuk dini ju në këto punë. Burrat vërtet harxojnë 2 fishin e parave për dhurata. Po. Pik, s'po vazhdoj më. Çfarë ishte kjo? Se ka pasur. Po jo vetëm për gruan e tyre, po edhe për gratë e shokëve, kupton? Harxojnë, 2 fishi harxohet. Po mirë, më shumë mirë. Po ashtu ti grin. Po prandaj